Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja në fakt ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të folur pak për Egli Takon. Egli Tako, një vajzë që çdo ditë na fasionon me daljet e saj, na fasionon me dashurinë që po tregon për publikun, me pozitivitetin dhe pikërisht fotografitë e fundit, postimet e fundit që në fakt Egli ka publikuar në Instagramin e saj, na kanë bërë të gjithë të kuptojmë se sa mirënjohëse Egli është për njerëzit të cilët i qëndrojnë pranë dhe i dhurojnë dashuri pa kushte. Të qenurit një personazh publik, të qenurit një vajzë që publiku e dashuron, e admiron, do me thënë janë të fasionuar pas Eglit. Egli Tako ka marrur ditën e sotme dhe natën e mbrëmshme, sepse ditën e djeshme Egli ka patur xhirimet të emisionit Yes Day dhe ka marrur shumë dhurata të bukura. Dhe këto dhurata Egli ka dashur që t'i ndaj me patjetër në Instagramin e saj me fansat, duke shprehur mirënjohje dhe shumë dashuri ku ndër këto fotografi të bukura, ndër këto dhurata, Egli Tako tregon se cila është arsyeja që Eglin e mban më në formë, cila është arsyeja që Eglin e bën më pozitive dhe cila është arsyeja që Eglin e bën më të lumtur. Dhe arsyeja në këtë rast që Eglin e bën më të lumtur është dashuria e madhe që Egli merr nga publiku në ditët kur ajo ka për të treguar diçka, në ditët ku ajo ka për të performuar diçka e gjëra të këtilla. Dhe pikërisht kjo momenti që Egli do ngjitet në sken, do bëj këto performancat e bukura, do jep dashuri, do jep pozitivitet, e bën Eglin më të lumtur dhe e bën Eglin më pozitive. Egli duket shumë në humor të mirë, besoj që ka nxjerrur një super projekte dhe produkt që me patjetër do të na fasionoj ditën e diel dhe të gjithë duke u pozicionuar pranë Yes Day për të kaluar çaste të mira. Dua të marr mendimin tuaj për Eglin.